Paketa e maleve ka sjellë një numër të lartë aplikimesh edhe në bashkinë e Imarës. Kryetari i Bashkisë Imarës, Vangjel Tavo, ka theksuar se në njësitë administrative Hor Vranisht dhe Lukov ka patur interes të konsiderueshëm nga banorët. Sipas tij, tashmë ka përfunduar faza e parë e projektit, e cila lidhet me studimin e zonave zhvillimore, ndërsa janë ngritur nga bashkia edhe grupet e terrenit që do të ndjekin nga afër procesin e zbatimit. Ka patur shumë aplikime, edhe në njësinë Hor Vranisht, edhe në njësinë Lukov dhe në njësinë e Imarës. Ka përfunduar faza e parë e aplikimeve, cilat është marrë dhe pra është bërë edhe vendimi i Këshillit Ministrave për këto zona zhvillimore, sipas interesit që kanë shfaqur banorët. Ndërkohë është në proces, vazhdon, mund të ketë dhe aplikime të tjera, ku përsëri do të konsiderohen si pjesë e zonave zhvillimore, pra e fazës së parë, le ta quajmë kështu. Ne dje miratuam dhe komisionet e terrenit që përbën fazën e dytë, verifikimit në faktik në terren të shprehjes së interesit për çdo banor që ka shprehur interesin. Kështu që paralelisht po ecim me fazën e dytë, ndërkohë që faza e parë nuk është mbyllur, vazhdon akoma me shprehje interesi të banorëve për zona zhvillimore. Ndërkohë dua të bëj një parantezë, ky ligj për paketën e maleve nuk duhet keq interpretuar dhe mos mendoj njëri që e kam thënë në takime me publikun, me banorët dhe në gjesë publike, mos mendoj njëri se është bërë detikos. Janë ato kritere ligjore të cilat ne do t'i qëndrojmë strikt. Pra, siç thot ligji, duhet të kesh pjesë të trashëgimisë tënde, një sipërfaqe kullësore ose pyjore ose mal, pra, ose ta kesh në posedim prej më shumë se 10 vitesh me kritere dhe me dokumenta ligjor shtetëror. Pra, nuk duhet mendoj njëri që u hap kjo paket malesh dhe unë do vi nga Gjirokastra dhe do marr një sipërfaqe për ta zhvilluar në Himar. Kjo nuk do të ndodhi. Kryetari i Bashkisë Imarës, Vangjel Tavo, bëri ditur se deri më tashmë janë regjistruar më shumë se 300 aplikime, ndërsa procesi vijon ende. Ai theksoi gjithashtu se paketa e maleve nuk duhet keq kuptuar, pasi çdo investim dhe zhvillim do të realizohet duke respektuar të gjitha ligjet dhe kriteret strikte të parashikuara. Janë rreth 300 aplikantë në gjithë bashkinë, rreth 300, mund të jenë pak më pak, pak më shumë, dhe janë disa zona, sepse në një zonë mund të jenë disa aplikantë, dhe janë disa zona të cilat sikur se thash janë miratuar me vendim të Këshillit Ministrave, kështu që kjo është faza e parë. Ne kemi bërë hartat përkatëse të zonave zhvillimore në bashkëpunim me institucionet shtetërore qendrore dhe është bërë miratimi i fazës së parë. Faza e dytë pastaj domethënë është paksa më komplekse, sepse fillojnë domethënë qytetarët që kanë shprehur vullnetin, kërkesën, kanë bërë kërkesën për paket malesh për të marrë një zonë të caktuar për ta zhvilluar, duhet të sjellin tashmë gjithë dokumentacionin, gjithë argumentat për ta përfituar këtë pjesë. Kështu që është paksa më komplekse për të arritur pastaj tek miratimi në Këshillin e Bashkisë dhe për ta nisur pastaj në Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe kështu me radhë derisa të vi përsëri momenti për marrjen e lejës zhvillimore. Paketa e maleve ka ngjallur interes të madh në shumë zona të vendit, përfshirë edhe bashkinë e Imarës, ku pritet të ndikojë në zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonave me potencial dhe resurse natyrore të konsiderueshme.